Ju përshëndes të dashur miq dhe armiq, sot kam një të ftuar super special. Pse? Sepse është një ndër gazetarët e pak, ndoshta i vetmi në hapësirën shqiptare që shkon në luftra, raporton nga luftrat. Por edhe kur nuk ka luftë, dhe kjo është e veçanta e Vudit Gjimshitit, ai e sjell luftën në gazetë, në kompjuter, në media. Edhe faqja e tij, gazeta e tij online quhet Kronikat e Barutit. Pra ai është dikush që bën luftë edhe në paqe, dhe ky është një kompliment sepse nuk bën luftë për hir të luftës, po bën luftë për hir të interesit publik. Ne nuk takohemi me Vudin në disa gjëra ideologjike, por unë e vlerësoj shumë atë për guximin dhe për kurajën që ka për t'ju kundërvënë establishmentit. Një hyrje gjatë, Vudi, mirë se erdhe në podcastin tim pas vonë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani dua ta nis nga e fundit fare, një analizë, komenti juaj për ndoshta kanalin më të rëndësishëm televiziv në vend, në Shqipëri dhe në hapësirën shqiptare, që është Top Channel. Pyetja është pse Top Channel? A thua Top Channel është i vetmi kanal që i mëshiron ato që ju thoni në analizën ose komentin tuaj? Janë dhe të tjerat kështu, pse keni dalluar dhe po themi goditur ose kritikuar Top Channelin? Cila është shkaku që ju çoi tek ky koment që ishte luftarak dhe kritik? Top Channel ka luajtur një politikë editoriale jashtëzakonisht armiqësore kundër interesave shqiptare, sidomos kundër interesave të Republikës Kosovës, që nga rënja e regjimit plaçkitës të Hashim Thaqit në vitin 2020 dhe ardhjes së lidershipit të ri në Republikën e Kosovës, i cili lidership po e sfidon instalimin e Serbisë në Kosovë dhe kontrollin ekzekutiv politik të Serbisë në Kosovë, gjithashtu është duke sfiduar korrupsionin dhe krimin e organizuar, i cili është gjithashtu i lidhur me kryeministrin Edi Rama në Tiranë. Top Channel në 2 vjetorin e sulmeve të Banjës ka bërë një film, një lloj prodhimi mediatik, që e quajnë film dokumentar të udhëhequr nga zonja Grida Duma, nëpërmjet të cilit prodhim mediatik që nuk mund të kualifikohet as reportazhe në asnjë formë të standardit gazetaresk, ata në vend që ta tregojnë historinë e vërtetë të sulmeve në Banjë, e praktikojnë një politikë editoriale e cila e zhvesh sulmin e Banjës nga petku politik, nga vërteta politike, nga vërteta që Beogradi qëndron prapa saj. Prandaj Top Channel duhet të kuptohet qartë nga publiku shqiptar, sidomos nga publiku i Kosovës, që është një media që nuk kualifikohet për besim nga publiku. Edhe artikulli i tyre editorial lidhur me filmin dokumentar hulumtues të BBC Panorama, të gjetjeve skandaloze në hapësirën e policisë metropolitane të Londrës. Vudi, të lutem, të rrim pak tek para se të kalojmë tek pjesa dy, të rrim tek reportazhi i zonjës Duma, i cili ka zgjuar dhe këtu hyn, pra unë bëhem kurështar, dhe sepse reagimi si yti kanë qenë edhe nga ata që njihen si pro-thaqist në Tiranë, pra po themi regjimit të vjetër dhe jo këtij të riu që është i Albin Kurtit, të cilit ju duket se keni më për zemër apo e quani më pozitiv. Ta zëm edhe Baton Haxhiu, që është një pro-thaqist, do të thoja, pra kështu shfaqet të paktën, kishte të njëjtën zemrat me reportazhin e Grida Dumës dhe kishte bërë edhe ai një koment, një analizë shumë kritike kundër Dumës. Tani pse janë mbledhur të dy krahët e politikës kosovare, edhe pro-thaqistët dhe pro-kurtistët, kundër Topit dhe Dumës, pra kundër kjo më duket pak për të vënë në duke të paktën. Në radhë të parë dua t'ju kujtoj që unë nuk jam pro-kurtist, unë jam gazetar i pavarur dhe merrem vetëm me të vërtetën.
Nëse politika e Zotit Kurti takohet me të vërtetën, atëherë mund edhe të tingëlloj se sikur jam pro-kurtist, po pse nuk mund të themi që Kurti është pro-vudist? Nuk ka të bëjë domethënë me pro-kurtist ose pro-vudist, është thjesht e vërteta. I kam pa kritika të shkruara nga zoti Haxhiu dhe nxënësi i tij zoti Liri Memetaj, mirë po kritikat e tyre me standardin e kritikës sime nuk vija askund. Sepse unë flas për përmbajtjen, flas për kuptimin profesional dhe mangësit profesionale të Grida Dumës në prodhimin e saj mediatik, që nuk kualifikohet për nga asnjë standard gazetaresk, ndërkohë që zoti Haxhiu dhe zoti Liri Memetaj me pa aftësi për ta kuptuar standardin profesional, ata hidhen në sulme personale duke u zhytur në komente personale në dukje të zonjës Duma, në performancën e saj se si ajo flet, se si ajo shikon ministrin Sveçla, në duke e thyer ministrin Sveçla e detajet të tilla që nuk kanë të bëjnë me kritikën profesionale të standardit gazetaresk. Prandaj mendoj që publiku duhet i lexoj kritikat që ta kuptoj ku është kritika profesionale dhe ku është kritika personale. Është e kuptueshme që zoti Haxhiu dhe zoti Memetaj janë të zhytur në nivel personal për të sulmuar ata në paaftësi për ta kuptuar standardin profesional gazetarisë, sepse edhe ata nuk janë të asnjë niveli gazetaresk, kështu që nuk mund të krahasohem Thoni ju. unë me unë mendoj që çdo profesionist që është i aftë për të kuptuar standardin gazetares mund ta kuptojë vërtetësinë e qëndrimit tim në momentin që ta lexoj artikullin tim kritik ndaj prodhimit mediatik të Top Channelit në raport me sulmet e banjës dhe ti lexoj edhe mendimet e këtyre zotrinjve të tjerë që nuk përdorin gjuhë më të lartë se gjuhë rrugaçësh. Pra ju kritikoni edhe një herë tek thelbi i kritikës. Ju kritikoni Dumën dhe Top Channelin se ndjekin një linjë që gjithashtu e ndjek dhe kryeministri Rama, pra janë të, po themi, të unifikuar me qëndrimet e tij dhe që shkojnë kundër Kurtit në Kosovë, e Që kritikoni shkojnë për kundër këtë Republikës qëndrimin. Kosovës. Shiko, kjo duket pak, mos duket pak e tepër, shkojnë kundër Republikës Kosovës, pra duket si qëndrime anti-kombëtare dhe E vërteta e anti-shqiptare. verifikueshme është që politika zyrtare e Tiranës zyrtare është në favor me Beogradin dhe agresive kundër Republikës Kosovës. Kjo mund ta shihni sidomos nga ardha në krye të Kosovës e leadershipit të ri të presidentit Osmanit dhe kryeministit Kurti, qëllimi politik i të cilëve ka qenë ta deinstalojnë Serbinë nga Kosova. Dhe me atë rast, kryeministri Rama ka nisur një politikë agresive. Veprimi i parë ka qenë si përgjigje ndaj Kosovës për ta larguar influencën apo ndikimin e Serbisë nga Kosova, kur ata e shkarkuan zonjën Lora Hyseni nga detyra në ndyshime se ajo ka tregtuar sekrete shtetërore me shtetin armik Serbin. Zonja Lora Hyseni ka qenë zëvendës drejtoreshe e Shërbimit Inteligjent të Kosovës, e cila pas shkarkimit në vend që të ishte subjekt i hetimeve të mututjeshme dhe verifikimeve të pretendimeve nga faktori ndërkombëtar se ajo ka tregtuar sekrete shtetërore me Serbin, zoti Rama e mori dhe e mbroi menjëherë si këshilltare të sigurisë në zyrën në kabinetin e tij. Më pastaj, kur situata erdhi edhe më nxehtë, zoti Rama e mbroi atë si shefe të shërbimit informativ shqiptar. Ne si Gampare Chronicles në Londër e kemi bërë një ulëmtim për zonjën Vlora Hyseni dhe kemi zbuluar disa gjete që janë jashtëzakonisht skandaloze, gjithashtu edhe veprimi i zotit Rama, sikur të bëhej në brenda rrethit të vendeve të VS, automatikisht do të shkaktonte një skandal serioz në Bruksel. Dhe Vudi pa është tjetër, për çudi që kjo nuk ka shkaktuar ndonjë reagim Vudi, në Tiranë. të rrim pak këtu te kjo, se ju thoni që është shkarkuar se ka tregtuar ose ka shitur sekrete shtetërore. Po Mbi kjo duhet dyshimet. shëshruar që të jemi ka dyshime. Po ka dyshimet, pra nëse dyshimet janë të vërtetuara, ajo duhej arrestuar për tradhti kombëtare ose është luftë politike, mund të jetë dhe luftë politike ose mos pëlqim personaliteti dhe heq nga puna.
Zoti Ram, politikën e tij agresive kundër Republikës Kosovës ka ndërhyrë në çështjet e sigurisë kombëtare, duke emëruar zonjën Hyseni si këshilltare të përsigurit në kabinetin e tij, me qëllim që ta shpëtojë atë nga shpata e drejtësisë. E kuptoj, po Shqipëria është një vend i NATO-s dhe nuk do të kishte një, po themi, filtrim përtej Shqipërisë për rolin e shefit të shërbimit informativ të një vendi që është antar i NATO-s nga shërbimet aleate, në Shumë mos kush Kurti dhe Rama duhet ishte bërë një kontroll nga shërbimet aleate. Për Shumë të kush qenë do të logjik. po, shumë kush do të mund të argumentonte Për se të Shqipëria shitur, si për të vend i shitur NATO-s, informacione një si vend vendi që s'është i NATO-s dhe është për Rusi siç është Serbia, sidomos këtu. dëgjoj, shumë kush do të mund të argumentonte edhe Shqipëria si vend i NATO-s nuk do duhet të udhëhiqej nga kartelet e drogës. Mirë, po e vërteta është që zoti Rama bashk qeveris me kartelet e drogës. E vërteta që është që zoti Rama bashk qeveris me krimin organizuar. E vërteta është që nuk ka liri editoriale të shtypit në Tiranë. E vërteta është që zoti Rama ka ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës Kosovës në favor të Serbisë, e cila është e bashkërenduar me Moskën zyrtare nëpërmjet një nënshkrimi të marrëveshjes së bashkërendimit politikave të saj të jashtme që u nënshkrua me 24 shtator të vitit 2022, e cili nënshkrim rezultoi pastaj me skalim për shkallëzim të tensioneve në Kosovë, të orkestruara nga vetë Serbia, deri në ditën e 24 shtatorit, pra vetëm një vit më vonë, të vitit 2023, ku edhe Serbia nëpërmjet përpjekjes paraushtarake u përpoq që ta aneksoj verjen në Kosovës. Dhe në atë ditë, në vend që zoti Rama t'i dërgonte policinë e ushtrisë shqiptare ta ndihmoj Kosovën si shtet vëlla, ai doli dhe tha se Tirana zyrtare do të propozojë një konferencë ndërkombëtare të paqes ku Kosova do duhet ta njeh realitetin e ri, një realitet të ri për të cilin zoti Rama ishte i informuar sipas burimeve tona në Londër, që do të bëhej, do të shpallej një autonomi e Republikës Serbe brenda Kosovës. Për çka zoti Rama vet e kishte draftuar një propozim për krijimin e këtyre republikave serbe pa leje të Kosovës, duke ja quar Berlinit dhe Parisit zyrtar. Ky është skandali i llojit të Rudi, vet. Dhe unë nuk patjetër. unë ende jam i trishtuar se si politika opozitare në Tiranë dhe komuniteti gazetarëve nuk janë të zgjuar nga gjumi për ta mbajtur para llogaritënies zoti Rama. Ai çdo politik të jashtme përballë agresionit të Serbisë në Kosovë e ka agresive kundër Kosovës dhe miqësore me Serbinë. Dhe ta keni Edhe parasysh, në momentin e edhe emërimit të politika. zonjës Vlora Hyseni si drejtoresh e Shishit, vizita e saj e parë si drejtoresh e Shishit ka qenë në Beograd. Tradicionalisht shërbimet e fsheta shtetërore në Perëndim, vizitën e parë të drejtorëve tyre të ri e aranzhoi në shtetin aleat dhe me të cilin kanë besnikëri. Çfarë na tregoi zoti Rama kur e dërgoi zonjën Vlora Hyseni në vizitën e saj të parë si drejtoreshe Shishit jashtë shtetit, ai na tregoi qartësisht se Tirana zyrtare është besnike ndaj Beogradit. Shiko, sa i takon asaj se edhe politika, edhe opozita, edhe komentariati politik në Tiranë e kanë bërë rezistencën sa i takon lidhjes Rama-Vučić, Ballkani i hapur dhe të gjitha të tyre, nuk ka qenë aq e fjetur sa që ju thatë. Megjithatë të kthehemi edhe një herë tek ju në raport, po themi me një elit kosovare të vendosur në Tiranë. Ju keni qenë shumë kritik, dhe jeni vazhdimisht shumë kritik, me analiza, me komente, me investigime në median tuaj, me disa emra dhe po i përmend me radhë, Baton Haxhiu, Berat Buzhala, Milaim Zeka, që janë shqiptar të Kosovës të mirë lidhur këtu në Shqipëri ose në Lidhur me Tiranë. Pra, krimin e organizuar. kjo është dyshimi dhe prezumimi juaj Këto janë gjetjet e mia të unë lidhur Lise. të lidhur me krimin e organizuar si, për ata që nuk i kanë lexuar investigimet tuaja tek kronikat e barutit. Gjetjet tona ulëmtuese tregojnë se zoti Milan Zeka ka qenë punonjës i shërbimit jugoslav të sekret
dhe në kohën kur ai ka migruar në Suedi. Këtë tregojnë autoritetet suedeze kur e kanë kapur duke transportuar emra mbi emra të emigrantëve shqiptar gjatë kohës ai ka punuar për vijen ajrore JAT në Suedi. Zoti Milaj Mzeka në gjetjet tona ulëmtuese ekspozohet se i ka shitur pamjet e luftës së Kosovës producente serbe të radio-televizionit të Serbisë Laxha Nazari, që cila në sajt të gjetjeve tona tregohet se është e përkthjelura e Aleksandr Vulin, që është shef i shërbimit inteligjent të Serbisë, të cilat pamje janë përdorur për ta prodhuar filmin dokumentar Shtëpia e Verdhë, nëpërmjet të cilit film propagandohet rrejshëm se ushtria shërbimtare e Kosovës ka bërë trafikim organësh. Këto pretendime u hodhën poshtë edhe nga gjykata e drejtësisë në Hag. Zoti Zeka, ju ndjes, Zoti Zeka në gjetjet tona hulumtuese del se është i përfshirë në bashkëveprim me Halit Sahitajn, një shtetas serb etnik shqiptar nga Republika e Kosovës, i cili sipas gjetjeve tona hulumtuese në sajt të informacioneve që i kena nga Spanja, nga Berlini, nga Brukseli dhe nga Londra, ka qenë i përfshirë me shërbimin sekret rus në vrasjen e të paktën 20 aktivistëve kundër regjimit të Putinit në Evropë. Zoti Halit Sahitaj ka qenë i përfshirë edhe në mbështetjen e operatorëve rus për vrasjen e Skripalëve në Londër, prandaj është në nënvëzhgim. Ne kemi dokumentuar se lidhja e zotit Zeka me zotin Halitaj, jo që është në nivel profesional, mire koordinuar, por ka edhe nivel romantik. Ne e kemi ndjekur edhe kemi dokumentuar në forma të ndjekjes digjitale të vizitën e fundit të zotit Zeka tek zoti Halit Sahitaj edhe në këtë korrik të këtij viti. Zoti Zeka gjithashtu është i përfshirë në Kur thoni nivel operacione. romantik, kur thoni nivel romantik, çfarë keni parasysh? Vetë Ose zoti çfarë duhet Sahitaj, të ne kemi butuar një audio incizim ku vetë zoti Sahitaj tregon se ka pas lidhje romantike me zotin Zeka. Ne ja kemi ofruar zotit Zeka mundësinë që t'jap koment, sqarim ose refuzim të asaj si të pavërtet, po zoti Zeka na është përgjigjur me fyerje, siç është edhe karakteri i tij i njeriu të pacivilizuar. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për një të vërtetë të cilën e kemi si fakt të pamohueshëm. Kjo është ajo që ne edhe e kemi botuar në artikullin ton të fundit. Ndërkohë që sa i përket njeriu që përmendëm më herët, zoti Berat Buzhala, ne kemi gjetje të dokumentuar që zoti Buzhala është në bashk ortakllëk biznesor me Zvonko Veselinović. Zvonko Veselinović, një kriminal nga Kosova që është i njohur për biznese kriminale në gjithë Ballkanin, është gjithashtu i afërt me familjen e presidentit serb Aleksandar Vučić. Kjo është hulumtim i OCCRP-s. Gjithashtu Veselinović është i afërt i Milan Radojčić. Gjithashtu zoti Berat Buzhala është i lidhur ngushtë me Sami Lushtakun, një prej kriminalëve në Kosovë, i cili është i përfshirë edhe në veprime të vrasjeve politike në Kosovë. Zoti Buzhala është i lidhur edhe me Artan Grubin, ish zëvendëskryeministrin e Republikës së Maqedonisë, emri i të cilit del në gjetjet tona hulumtuese kur unë kam punuar me Der Spiegelin gjerman në fund të vitit 2012-2013, kur po e hulumtonim një temë lidhur me dyshimet se Nikola Gruevski, kryeministri i atëhershëm i Republikës Veriore të Maqedonisë, bashkë me dajën e tij, nuk po e kujtoj tani emrin, ju kërkoj ndjes për memorie nga që janë më shumë se 10 vite, kanë qenë duke punuar për t'i transportuar parat publike nga Maqedonia në Çekoslovaki, ku ata i kanë shkëmbyer keshin me vepra artistike. Aty ka dalur emri i zotit Artan Grubi, ku edhe vetë autoritetet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra Washingtoni zyrtar, e ka futur në listë të zezë pikërisht mbi arsyet se zoti Grubi ka qenë i përfshirë në operacione friksuese për ta friksuar drejtsinë maqedonase, për ta shkëtuar dajën e Gruevskit nga shpata e drejtësisë.
Pra kjo është arsyeja pse zoti Grubi ndër aktivitetet e tjera është i futur në listë zezë, Milan Radojic është i futur në listë zezë, Zvonko Veselinovic është i futur në listë zezë, Sami Lushtako është i futur në listë zezë. Të gjithë këta persona janë njerëz me të cilët Berat Buxhala ka koketuar. Dhe kur e kemi analizuar narrativen Por jo editoriale Berat të Buxhala. politikave të zotit Berat Buxhala, vetëm Berat ta Buxhala kujtoj, nuk është në ndonjë listë të zezë. Berat By Buxhala nuk është në një association, listë pra zezë, mi po në nuk mund, dëgjo, bashkëshërim duhet ishte edhe Buxhala. nëse mbani Po kishin standardin gazetares, nuk mund të shoqëroheni me njerëz të cilët janë të listuar në listë zezë për arsye kriminale. Dhe nuk mund t'i mbani politikat editoriale dhe narrativat editoriale në favor të këtyre personave që janë të futur në listë zezë për tani arsye për të bërë kriminale. avokatën e Dhe përveç djallit, që zoti janë të Buxhala futur mund të jetë Buti, për të bërë avokatën e djallit, zoti Buxhala mund të jetë duke i përdorur edhe si burime gazetareske. Pra është si të thuar që nuk i merret intervistë një kriminali, i merret një intervistë kriminali, i merren burime informacioni, pra argumenti a mund të jetë kjo pista? Argumenti logjikshëm. Por kur e analizon strategjinë editoriale dhe narrativin editoriale të mediave të Buxhalës dhe vetë Buxhalës, e kupton që e gjitha është në favor të diskursit agresiv të Serbisë kundër Kosovës në një përpjekje për ta minimizuar rolin e Serbisë në operacionet e tyre destabilizuese kundër Kosovës dhe në përpjekje për ta delegjitimuar të drejtën e Republikës Kosovës për vetëmbrojtje nga një agresion i huaj siç është Serbia. Dhe në përpjekje për ta bindur publikun kosovar që të mos besojnë në shtetin e Kosovës. Këto janë detaje të cilat mund të shihen publikisht të verifikueshme në narrativin e tij. Dhe kjo është në përputhje të plot me gjitha operacionet të këtyre entiteteve kriminale. E një ndërhyrje, tani kjo që thoni është e rënd. Ju po thoni që gjitha personazhet, në këtë rast Berat Buxhala, shet vendin e vet, Kosovën. Pra, ta rivendosim në një kontekst tjetër. Berat Buxhala, bir i prindërve kosovar, i gjyshërve kosovar, që kanë luftuar, kanë duruar dhunën dhe terrorin serb. Ju lutem shumë, nuk mund ta portretizojmë zotin Buxhala, vetëm një sekondë, zoti Elia. Zoti Buxhala ka deklaruar hapur, të lutem shumë, zoti Buxhala ka deklaruar hapur se babai i tij ka qenë i torturuar nga epror të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dyshime se ka qenë spion i Serbisë. Nuk mendoj se zoti Buxhala mund t'i gëzoj privilegjet e një personi i cili është biri i adhetarëve. Dhe pikërisht edhe ato dhimbje të babait të tij, zoti Buxhala i ka shqitur për interesat të tija të ngushta. Këto janë gjetjet tona ulëmtuese që janë tregues i qartë me fakte mbështetëse se kush është zoti Buxhala. Në të njëjtën kohë, a mund ta themi se Berat Buxhala ka qenë në vijim si mbrojtës dhe mbështetës i komandantëve të kthyer në politikanë të ushtrisë shërimtare të Kosovës, dhe nuk ka këtu një kontradikt? Ai është bërë me torturuesit komandantëve të cilët e kanë përdorur lavdinë e ushtrisë shërimtare të Kosovës për ta plaçkitur Kosovën, për të ndërtuar rrjetet e tyre mafioze kriminale, nën pushtetin e të cilëve gazetarë janë vrarë, nën pushtetin e të cilëve politikan patriot shqiptar janë vrarë, nën pushtetin e të cilëve aktivist politik janë vrarë. Dhe këta aktivist politik, këta gazetarë dhe këta politikanë që janë vrarë pikërisht për shkak që kanë kërkuar llogaridhënie për drejtësi, për të vërtetën, dhe pikërisht për shkak që kanë sfiduar politikat pro instalimit të Serbisë në Kosovë. E cila procedura e instalimit të Serbisë në Kosovë ka ndodhur për 20 vjeçarin e fundit pas luftës së Kosovë, nën kohën e pushtetit të komandantëve të luftës, të cilët e kanë përdorur lavdinë e luftës për ta shuar rezistencën shqiptare kundër rikthimit të pushtetit të Serbisë në Kosovë. Pak më parë, zoti Gjimshiti thatë që regjizoria serbe ka mbledhur fakte, ka mbledhur materiale, jo fakte, materiale për shtëpinë e verdhë në Kosovë, dhe ju thatë që është e pavërtetë akuza që ushtarët ose komandantët e ushtrisë shërimtare të Kosovës kanë bërë trafik organesh. Ndërkohë që
e refuzoni këtë, thoni që kanë bërë gjithë këto zezat e tjera. Nuk më lidhen pak këto dy Ushtria shëndrimet. çlirimtare e Kosovës nuk është pronë private e komandantëve të luftës të cilat e kanë përdorur lavdinë e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për të bërë plaçk. Këtë duhet ta kemi të qartë. Nuk është Hashim E kam Thaçi, të qartë, Kadri por Ushtria Veseli, Qendrore e Sami Kosovës i Mushtaku, ka Ramiz pranuar. Haradinaj, nuk janë këta UÇK. UÇK është populli i Republikës Kosovës së sotme, i cili mori armët në duar për të luftuar dhe rezistuar kundër armikut shekullor të Po Serbisë. edhe këta Për janë më UÇK tepër, ama. për më tepër, zoti Lela, zoti Hashim Thaçi, tani në dëshmitë e tij para drejtësisë në Hag, doli se nuk e ka kapur pushkën me dorë asnjëherë përkundër që ai her pas here e ka përdorur këtë argument si një luftëtar i paepur dhe nuk ka dëshmitar që e dëshmojnë se zoti Thaçi ka qenë ndonjëherë në istikamet e luftës për ta luftuar armikun e Serbisë. Raportimet e mediave franceze dokumentojnë se zoti Thaçi ka qenë i rekrutuar nga shërbimi sekret francez, i cili më pastaj është instaluar në LPK-n e atëhershme dhe më pastaj është instaluar si drejtor politik i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me qëllimin që ai ta nënshkruaj dokumentin e Rambujës, nëpërmjet të cilit dokument garantohet integriteti dhe sovraniteti territorial i Serbisë mbi Kosovën, i cili amandament është sjellur nga manovrimet e diplomacisë franceze. Në sajt të dokumenteve që ne kemi marrur, diplomacia franceze dhe vija zyrtare e tyre ka qenë në vit të plot me regjimin e Miloševićit. Gjimshiti, mendoj që tani sa po that një të pavërtet historike, sepse dokumenti i Rambujës, përkundër asaj që thoni ju, është dokumenti që i hapi rrugën pavarësisë Kosovës dhe i integritetit të Serbisë mbi Kosovën. Pra, me aq histori sa dim dhe kemi lexuar me atë dokument që është publik prej dekadash, Rambujëja nuk është ajo që thoni ju. Ne mund ta hapim dokumentin e Rambujëja Rambujës. është dokumenti të cilit Madeleine Albright dhe shumë shtetarë të tjerë të lartë miq strategjik të Shqipërisë dhe të Kosovës e inkurajuan ata ato kohët djem e firmosën dhe ajo i hapi rrugën asaj Kosovë që ne kemi sot, të cilën e drejton Albin Kurti. Edhe prej kësaj lufte dhe këtij dokumenti. Ajo është e vërtetë. E gëzojmë ne të gjithë. Unë dhe ju si shqiptar. E vërteta gjithashtu është që arsyeja pse ai dokument është pranuar pa hamendje nga drejtoria politike e UÇK-s për të nënshkruar dhe është kundërshtuar fillimisht nga presidenti Rugova dhe zyra politike e UÇK-s e drejtuar nga zoti Adem Demaçi, është pikërisht se manovrimet diplomatike të Francës zyrtare kanë qenë që të garantohet sovraniteti territorial i Serbisë mbi Kosovën dhe kjo garanci është në dokumentin e Rambujës. Kjo është e vërteta. Okej, po e vërteta është gjithashtu që zoti Thaçi fillimisht nuk ka pranuar të jetë firmosi dhe u ka kërkuar shtetarëve amerikanëve dhe aleatëve të tjerë që duhet kthehej të konsultohej me luftëtarët, me shokët e luftës, nëse do e pranonte ose jo dokumentin. Pra këto janë të mirë ditura. Por ai e ka nënshkruar dokumentin. Ky është akti i vërtet. Sepse edhe pas luftës në Kosovë, edhe 20 vite pas luftës, edhe 20 vite pas luftës në Kosovë, ne kemi retorikë të zotit Thaçi shumë patriotike. Por 20 vite pas luftës zoti Thaçi e ka instaluar Serbinë në Kosovë me nënshkrimin e dokumenteve të cilat e fuqizojnë fuqinë politike brenda Kosovës. Nuk mendoj janë fakte të verifikueshme. Shikojeni asociacionin e komunave me shumicë serbe, shikojeni amnistimin e strukturave paralele të Serbisë, shikojeni instalimin e strukturave paralele të Serbisë brenda Kosovës, shikojeni instalimin dhe themelimin e partisë Lista Serbe, misioni politike të cilës është i qartë që duan ta sjellin Kosovën në thundrën e Serbisë. Zoti Gjimshiti, kemi dhe bërtasin për çdo ditë, hey, këtu jemi. Nuk e di pse nuk i vëzhgojnë njerëzit. Kemi edhe 9 minuta kohë për këtë intervistë, por dua të bëj një ndërhyrje para se të kaloj tek pyetja tjetër. Do doja të thoja se Hashim Thaçi ka qenë kryeministri i Kosovës. I ka bërë gjithë ato që ju thatë në konsult, po them,
edhe me partner ndërkombëtar, edhe me BE-n, pra nuk I ka bërë nga mendja e vet, pra nuk duhet ta shkputim atë që Zoti tha që ka bërë nga konteksti I përgjithshëm. Tani instalimi I shtetit armik, instalimi I fuqisë ekzekutive politike të shtetit armik brenda shtetit tënd, nuk do me thënë që ka legitimitet vetëm pse ju jeni konsultuar me aleatët ndërkombëtar. Ka legitimitet sepse nuk është vullnet I popullit Kosovës e riinstalimi I Serbisë në Kosovë, sepse Serbia bëri gjenocid në Kosovë, sepse Serbia masakroi shqiptarët etnik të Kosovës, sepse Serbia deshte një Kosovë pa asnjë shqiptar në Kosovë, sepse Serbia nuk ka kërkuar falje ende për gjenocidin që e ka bërë në Kosovë, sepse Serbia nuk është përballur me llogaridhënie lidhur me gjenocidin në Kosovë. Serbia po vazhdon ta mbajë politikën e njëjtë me Mendësisë Miloševićit në Kosovë. Serbia asnjëherë nuk ka legitimitet dhe pranueshmëri që të kthehet në Kosovë. Ne luftuam Serbinë me pushk, e jo pastaj të kthehet me anë të karrigës. Dhe këtë e ka bërë Zoti Thaçi. E çmoj retorikën tuaj patriotike. Nuk është retorikë, është janë fakte të verifikueshme Zoti. Duhet të them që politikanët jo domosdoshmërisht janë edhe anti-shqiptar. Pra, kur je politikan, veprimet e tyre tregojnë se kush janë ata, fjalët e tyre mund të thonë çfarë të duan. Shtetet në kontekste të caktuara gjeopolitike rajonale dhe ndërkombëtare, je politikan, nuk je anti-shqiptar automatikisht. Tani ju përmendet shumë emra, shumë akuza. A keni patur që mua më duken disa prej tyre, me thënë drejtën, më duken të frikshme, por ju keni integritetin dhe guximin dhe kurajën tuaj për t'i bërë ato akuza dhe për t'i bërë publike. A keni pasur kërcënime dhe a ka patur padi ndaj jush dhe kërcënime ndaj jush nga personazhet që ju përmendet deri më tash? Kërcënimet vinë vazhdimisht. Mirë po ato nuk janë të çuditshme, sepse unë nuk mund të them që po shkoj në luftë e tash po friksohem nga plumbat. E di se në luftë ka plumba, ka bomba, ka njerëz që gjuajnë. Prandaj nuk jam I habitur. As them drejtën nuk jam I friksuar as pak, sepse e di që çdo material gazetaresk të cilin vendosi ta publikoj e kanë verifikuar mirë, e kanë balancuar mirë dhe e kanë përballur me të vërtetën rrethanore në të cilat këto zhvillime kanë ndodhur. Kështu që kërcënime për padi asnjëherë nuk kam pas, sepse nuk ka hapësirë që ti paditësh gjetjet e mia ulëmtuese. Ato janë fakte të verifikueshme, të cilat unë I ofroj nëpërmjet fusnotave që publiku ti verifikoj. Ose cili do entitet që është interesuar, ti kuptoj në vlerën e saj ligjore, gjetjet e mia ulëmtuese, ti verifikoj vërtetësinë e tyre. Kjo është e vërtetë. Pra nuk ka patur padi për shkak të asaj se ju thonin që I keni të mirë dokumentuar dhe nuk ka pse dhe kërcënimeve nuk ju trembeni. Tani un kam një pyetje, ndoshta pyetja e parafundit për arsye të kohës dhe për arsye të asaj që duam ta mbajmë disi të shkurtër, duke qenë se publiku, ata që ndjekin, pëlqejnë gjëra të shkurtra, fatkeqësisht për këtë. A ka në investigimet tuaja, a ka vend ose a ka nuhati ose a ka prospekt mundësi që të kritikoni ose të hulumtoni edhe po I quaj unë regjimin aktual, Albin Kurtin, Vjosa Osmani? A janë kaq të pastër regjimi I ri në Kosovë sa të mos e meritoj një investigim nga Vudi Xhamshiti? Unë sigurisht që do të investigoja sikur të merresha me politikë të brendshme të Republikës Kosovës. Nuk do t'i shmangësha në asnjë moment. Do të investigoja zhvillimet lidhur me shërbimet shëndetësore, cilësinë e shërbimeve shëndetësore, do të investigoja zhvillimet lidhur me fushën e ekonomisë, lidhur me fushën e tregtisë, lidhur me fushën e çështjeve të mjeqenies sociale e të tjera politika që kanë rëndësi në një strategji editoriale të politikave kombëtare. Mirpo, në mungesë të buxhetit të konsoliduar, në mungesë të mjeteve financiare të bollshme për ta konsoliduar një zyre në Kosovë, ne po I vëzhgojmë zhvillimet që kanë të bëjnë vetëm me politikë të jashtme të Republikës Kosovës dhe sigurinë kombëtare. Pra jemi duke I vëzhguar vetëm entitetet të cilat po bëjnë kërcënim serioz për sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës. Dhe deri në këto vëzhgime që ne I kemi bërë, që nga viti 2, në fundi I vitit 2022 e tutje,
Nuk kemi parë probleme të cilat meritojnë vëmendje të shtuar për të ekspozuar. Edhe pse unë kam shkruar kritika të disa prej vendimeve të kryeministit Kurti, her pas here, për shembull kur është përpjekur që ta bëjë një koalicion qeveritar me Fatmir Limaj, një politikan i korruptuar dhe i cili është përballur me drejtsinë për dyshime me korrupsion dhe plashkitje të paras publike, ku unë e kam kritikuar zotin Kurti dhe i kam thënë derisa ti në fushata parazgjedhore i ke thënë publikut se do ta luftosh korrupsionin, tani sikur po do ta instalosh atë dhe rehabilitosh nëpërmjet një koalicioni qeveritar. Ka një element geopolitik që shkon është më i madh se zoti Limaj dhe kjo është ndërhyrja e fundit sepse po fluturon koha, që është përplasja e regjimit të ri në thonjza, regjim, pra ose e administratës e qeverisë Kurti me qeverinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, po nga njëherë edhe me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një interes strategjik geopolitik të Kosovës dhe duket sikur zoti Kurti po e fut në këtë hulli konflikti ose përplasje me dy alat natyral të popullit shqiptar, të Kosovës dhe të Shqipërisë. Dhe kjo është diçka që ndoshta duhet investiguar. Pse? E vërteta është që nuk ka përplasje. Dhe unë kam shkruar për këto pretendime se ka pasur përplasje. Qëndrimi më i fundit amerikan thot krejt të kundërtën për Cili qeverinë është qëndrimi e amerikan dhe Zotit kush Kurti. nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e jep atë qëndrim? Ambasadori amerikan përfaqëson Shtetet Bashkuara të Amerikës, Washingtonin në çdo kryeqytet të çdo Ku vendi. është ai Në ambasador? këtë rast Cili në ambasador? Prishtinë. Nuk ka ambasador Departamenti amerikan i të konfirmuar nga Senati në Prishtinë. Departamenti i Shtetit Është ngarkuar për të administruar ambasadën amerikane në Prishtinë, zonja Anu Pratupati. Dhe ajo ka gënjur në pretendimin e saj se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë suspenduar dialogun strategjik Prishtinë-Washington, sepse nuk ka dialog strategjik. Dhe deklarata e saj vjen vetëm pas takimeve të saj me korporatën Devolli, e cila është në bashkëveprim të plot me interesat e Serbisë kundër Kosovës dhe me sfidimin e çdo strukture politike në Kosovë që përbën sfidë për instalimin e Beogradit në Kosovë. Pra ajo nuk ka folur në emër të Ajo ka gënjur ambasadës që dhe ne përfaqëson. kemi verifikuar këtë. Kjo Pra është ju e po vërtetë. thoni që në vimësi e lëm e shmangim këtë rast, në vimësi zoti Kurti nuk ka patur një marrëveshje, një marrëdhënie të parahatshme, qoftë me BE-n, qoftë me Washingtonin. Se unë mendoj se po. Marrëdhënie e parahatshme, argumenti edhe faktet në terren tregojnë që po, mirë po ai e ka mbrojtur interesin e Republikës Kosovës dhe kjo është detyra e secilit politikan që të mbrojnë interesat e shtetit të tyre, jo interesat e huaja. Mirë, tani ne ta pranojmë që interesat e Kosovës dhe të Shqipërisë në të shumtën e herëve dhe të rasteve janë mirë të lidhura me interesat e Amerikës. I kthemi edhe një herë pretendimit tuaj dhe pretendimit tim sigurisht. Në këtë pikë të dy pretendojmë dy gjëra që të pakën në dukje janë të ndryshme, që ka një konflikt them unë mes qeverisë Kurti dhe partnerëve tanë, duhet theksuar kjo se janë partnerët tanë historik që kanë mundësuar edhe pavarësinë e Kosovës, të cilën po e qeveris tani Kurti, ndërkohë ju thoni jo, nuk ka një konflikt të tillë ose edhe nëse e ka, zoti Kurti e bën për hir të Kosovës. Nuk ka konflikt. Kjo ka mos pajtueshmëri në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e BE-s përballë agresionit të Serbisë. Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e BE-s me të drejtën e strategjive të tyre politike duan që të shkëpusin Serbinë nga Rusia. Dhe me sa po duket, të paktën nga vëzhgimet e tona të zhvillimeve dhe veprimeve publike, politike të fuqive perëndimore, ata sikur po duan ti japin koncesione Serbisë, pra pajtueshmëri, me politikën e tyre agresive dhe pretendimet finale për ta pushtuar Kosovën, po duan disi të takohen diku në mes. Cila do të qoftë politika e pajtueshmërisë së perëndimit në mes apo në gjysmë apo në 1/4 në raport me agresionin dhe kërkesat e Serbisë ndaj Kosovës është e papranueshme dhe Kosova nuk duhet të pajtohet. Dhe ka të drejtë të mos pajtohesh.
Të mos pajtohet. Ne mund të jemi miq, por nuk pajtohemi në këtë pikë. Këtë ka thënë edhe vetë kryeministri Kurti, edhe vetë presidenti Osmani, që në raport me Serbinë ne nuk mund të pajtohemi. Por çdo gjë tjetër, sa i përket politikave të jashtme të perëndimit, përballë lindjes, Kosova është e gatshme të jap kontributin e saj të çmuar për të bashkëvepruar me aleatë tanë perëndimor. Dhe Kosova e ka dëshmuar këtë vazhdimisht dhe po Me, vazhdon të dëshmojë. shiko, me gjitha të Vudi, zgjidhja, nëse nuk ka një konflikt, sikur ju e quani mos përputhjet mendimesh, dhe unë uroj që të mos ketë konflikt, askush nuk e do një konflikt të Kosovës me aleatët, po zgjidhja me gjitha të vjen nga një lloj konsensusi, pakti, edhe me Serbinë. Pra edhe Serbinë nuk e shkput, nuk e heq dot nga konteksti, nga harta, nga mundësitë e zgjidhjes. Kështu që nuk ka zgjidhje pa Serbinë dhe kjo tingëllon Kosova nuk është duke patriotike, i lutem por shumë, nuk Kosova nuk është tingëllon duke kërkuar faktike. ta pushtoj Serbinë. Serbia është duke kërkuar ta pushtoj Kosovën. Kjo është e vërteta. Kosova nuk ka qenë agresore në vitin 1990, ka qenë Serbia, kjo është e vërteta. Serbia është përgjegjëse për vrasjen e më se Me 150.000 NATO-n, njerëzve për 10 vite në Ballkan. Serbia është përgjegjëse historinë për e dhimbshme gjenocidin në patjetër, nuk Srebrenicë, jemi duke diskutuar këtë. të cilin gjenocid me Kuti, Me nuk po Qeralafi, diskutojmë këtë, unë administrata e jam i kryeministit bindur Rama për këto. nuk e ka denoncuar. Nuk, Ë, Budi, nuk po diskutojmë për faktet historike. Ato që thoni ju, të vrarët, të prerët, agresioni, po ne nuk mund të genocidi, ndërtojmë një të ardhme pa pas parasysh janë fakte faktet historike. historike. Por nuk Nuk mund të mund themi të gjithashtu ndërtojmë një që të ardhme. po Nuk mund të pushtohet mbyllim Serbia syt përballë gjenocidit të Serbisë. Nuk kur mund ka të mbyllim NATO syt në përballë Kosovë ka NATO. pretendimeve territoriale të Serbisë kundër Kosovës, zoti Lela. Nuk Kjo mund është të themi, në të njëjtën kohë mund të themi që po pushton Serbia Kosovën kur ka ushtar amerikan dhe ushtar të NATO-s në Kosovë. Pra edhe kjo është një Serbia. lloj rreziku i tezmadhuar, do mendoja unë, sa ko ka prezencë A të tyre. mendoni se është Dhe ne rrezik i tezmadhuar kur vetëm 2 vite më parë para ushtarakët serb hynë me gjithat arsenal armatimi në Kosovë në sy të ushtarëve të KFOR-it? Si është kjo tezmadhuar? Shiko, unë nuk jam duke folë për tentacionet e Serbisë janë aty. Unë jam duke thënë që Po tentat nuk mundet të ato njëjtat janë vende indikacione që të janë aty qarta për që të Serbia është e ruajtur. gatshme të veprojë në momentin e volitshëm. I lutem shumë, reality check. Përkundër faktit që kishte, jo të lutem shumë, përkundër faktit që kishte forca të NATO-s në gjithë territorin e Kosovës, përfshirë në veriun e vendit, ne patëm një hyrje të para ushtarakëve serb në veri të vendit mbi 70 kilometra distancë nga pika kufitare administrative që e quajnë ata, brenda Kosovës me gjithë atë arsenal para ushtarak që ishin përpjekur ta sjellin dhe kishin sjellur, ku pastaj ata filluan sulmin për të aneksuar territorin. Në vijën e Lumitiver, ju lutem shumë, kjo është realitet i verifikueshëm. Kjo është e vërteta çfarë ndodhi vetëm para 2 viteve dhe kjo ndodhi mu në Patjetër. sy të forcave të Po NATO-s. unë nuk Deri po kur u pan argument. nga policia e Kosovës, dhe kur u pan nga policia e Kosovës, policia vendosi të reagoj edhe i shpartalluan edhe i zbrapsën mbrapa në Serbi. Kjo është e Nuk vërteta. po debatojmë tentacionet dhe dëshirat e Serbisë. Unë po them që realiteti në Kosovë është ky. Ushtarak politik është që ka prani të Amerikanëve, ka prani të NATO-s dhe këta kanë qenë dhe janë edhe sot, deri kur thonë që nuk jemi më, garantor të shtetit, sovranitetit dhe pavarësisë së Kosovës. Dhe jam duke thënë që ndoshta nuk duhet shkuar, mos pajtueshmëria nuk duhet bërë konflikt, duke rrezikuar që të humbim mbështetjen e këtyre që janë me këmbë ushtarësh, me logjistikë dhe me mbështetje gjeopolitike, sepse kjo pasaj mund na ekspozonte ndaj asaj që do ishte një rrezik i një mend i Serbisë. Pa këtë koperturën euro-amerikane, atëherë rreziku i Serbisë do ishte një mend. Pra këtë ne nuk mund ta humbim. Dhe për Në këtë ratë të duhen parë, politika në ratë të më të parë, buta, ndoshta. është shumë mirë që kemi mbështetje ndërkombëtare. Patjetër. Mirë, po është verifikueshëm e vërtet që ajo mbështetje çalon atëherë kur faktori ndërkombëtar ka interesa të tjera. Në rastin e Serbisë. Dhe fakti që kjo
Kjo strategji e sigurisë ka qaluar, pra ka dështuar me rastin e shtatorit të vitit 2023 për shkak të interesave të tjera të Washingtonit zyrtar, ne kemi hyrjen e paraushtarakve serb me gjithat arsenal armatimi në verën e vendit. Prandaj, Prishtina zyrtare duhet të armatoset e të bëhet e gatshme për një luftë momentale me Serbinë, sepse Serbia është duke armatosur, duke u përgatitur për luftë dhe sepse Serbia e ka Kosovën pjesë integrale të kushtetutës së saj dhe sepse Serbia udhëheqet nga e njëjta mendësi e regjimit të Miloševićit të viteve të 90-ta. Zoti Vučić ka qenë zëdhënës dhe detyra e tij në regjimin e Miloševićit ka qenë për t'i arsyetuar krimet e luftës dhe krimet e kundërnjerëzimit të regjimit të Miloševićit, për të arsyetuar gjenocidin serb gjithandej popujve të Ballkanit. Ky është i njëjti njeri i cili vetëm e ka ndryshuar kravatën. Ta mbyllur këtu me një aromë lufte, që mos ndodhë të kurrë, ne të dy e shpresojmë këtë, ashtu si që edhe media jote e ka emrin Kronikat e Barutit dhe gjithmonë me Barut e mbyll Vudi Gjymshiti intervistën. Unë dua të të falenderoj për praninë, sigurisht mund të ishte shumë më e gjatë biseda dhe por mbetet e hapur për biseda të tjera për çështje ndoshta më të fokusuara dhe më të specifikuara sepse u shpërndam pak, por i tillë është edhe repertori yt i luftës dhe i paqes që të bën të shkosh nga një temë tjetër. Vudi, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë për kohën. Mirupafshim, faleminderit. Mirupafshim.